ka një hipokrizi nga figurat publike që flasin për atë që ato duan dhe jo për lajme që qarkullojnë dhe flitet për to. Fjalën e kam për Sara Hoxhën, ishin e Ledrit, e cila ende njët kështu në publik, e cila mbrëm ishte e ftuar në Goca dhe Gra, një emision ku bëri bashkë disa figura publike në një emision si Top Channel, ku Sara, le të themi, u pyet më shumë për jetën e saj si influencere, e pyetën pastaj për lajmin më të diskutuar këtë verë që pushtoi çdo portal dhe u komentua për disa muaj me radhë për Ledrin dhe Xhensilën, por nuk e pyetën atë në lidhje me Erik Fullanin. Nuk e di sa të vërteta janë këto emisione ku ftohet personazhi dhe pyetet për atë çka ju ne verdis atyre, apo për atë pjesë çka duhet të kapin klikimet, pa diskutim. Komenti që Sara bëri për, le të themi, supozimin që i bëri Rudina për lidhjen e Ledrit me Xhensilën e kemi kudo në portale dhe padyshim ka marrë një hapësirë të konsiderueshme, por ajo që nuk më pëlqen është që personazhet kanë filtra dhe nuk janë aq të pastër, pra pse duhet të përdoret pikërisht një palë e tretë për të bërë lajm, e ndërkohë ti lajmin e ke aty në tryezë dhe nuk e prek. Për mua kjo nuk është e bukur dhe nuk është e hishme, dhe që Sara të mos përmendet sërish si ishi i Ledrit, duhet ta kishte evituar këtë pyetje, dhe këtë pyetje nuk duhet kishte pranuar që t'ju bënte, jo për lidhjen e saj të supozuar me Erikun, ku në verë dolën edhe foto, e kemi parë bashkë në për festa, në për pushime verore, e për të mos u njohur këto personazhe si ishi dikujt, pasi vinë në këtë industrinë, le të themi, e showbizit si partnerja e një personazhi të njohur, kryesisht repistët dhe këngëtarët janë ata që e kanë famën, dhe kur partnerja e tyre nuk është një figurë publike, identifikohet në publik si gruaja e filanit, apo ku ndahen si ish partnerja e fistëkut. E ndoshta mbrëm emisionin për të kuptuar dhe për të kapur ndonjë lajm, por lajmi i vetëm që mund ta të kap është një lloj sinqeriteti që Sara e tregoi në lidhje me raport me vajzën dhe Ledrin, ku mua më pëlqeu kjo qasje ku tha që e kemi treguar të vërtetën, që nuk kemi më bashkë, por ty nuk do të mungoj asgjë, dhe ky është një mesazh për të gjithë ata çifte që ndodhen në këto ullkryq ku i ndan rrugët e tyre, dhe për mua të tregosh i sinqert me fëmijën ku jetojmë dhe kemi një brez që rritet me një teknologji dhe janë të frikshëm në imagjinatën dhe në ato çka, le të themi, shikojnë ata jetën dhe pse konsiderohen të vegjël, por ka një intuit dhe ka një gjuarësi tepër të lartë dhe tepër të madhe dhe shumë diferente nga brezi që ne kemi qenë. Padyshim të tregosh të vërtetë një fëmije që babi dhe mami nuk janë bashkë, por ti do t'i kesh të dy në çdo hap të jetës, por mua është një mesazh dhe një qasje e bukur e jetës që Sara e tregoi dhe e praktikon, ku tha që unë dhe Ledri kemi vetëm lidhjen prindërore që kemi poemën pra vajzën e tyre që e kanë bashkë, dhe jetët e secilit nuk kanë rëndësi, edhe pse unë ngacmua siç e përmenda për Xhensilën, ku tha që edhe unë e kam lexuar nga portalet me një lloj nënqeshje që deri diku e kupton se si funksionon kjo bota e showbizit, edhe Ledri një nga artistët më të komentuar, dhe padyshim e gjithë qasja që ai kishte edhe me Xhensilën në verë mbërtheu portalet, mbërtheu çdo lajm dhe çdo emision roz ku fol për këta të dy. Por doja të ndaja më shumë këtë paktin që bëhet për të mos folur gjëra që të përkasin ty, dhe të përdorësh palë të treta për të folur edhe për të bërë ti lajm. Nuk e di se sa e hishme është në këtë industrinë tonë, por në rastin konkret të Sarës që ende përmendet dhe ende, le të themi, ka pyetje për raportin e saj me Ledrin, kur u bë një kohë gjatë që të dy kanë ndarë rrugët dhe secili po vazhdon rrugën e tij, qoftë atë të karrierës, por qoftë edhe atë sentimentale. Të dy kanë qenë në krye të portaleve, si Ledri me Xhensilën, por edhe Sara me Erikun, e ndërkohë ftohesh në një nga programet që padyshim kishte audiencë dhe vëmendje maksimale, dhe të mos tregohesh e sinqert që besoj unë nuk e ka dashur dhe nuk e ka lejuar që të bëhet pyetje për këtë situatë, pasi edhe ditët e fundit edhe javët e fundit në portale nuk ka më lajme për të dy, pra për Sarën dhe Erikun, pra ka një lloj zbeje të raportit të tyre në aspektin e medias dhe të portaleve. Nuk e dim nëse ka krisje
apo jo, por ndoshta kjo lloj privatësie që ata duan ta mbajnë reflektohet edhe në këtë mungesën e pyetjes që Sara kishte kur ishte e ftuar mbrëmë në Goca dhe Gra. Duke mos harruar të komentoni këtë video, por më rëndësishmja është i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.